profetit sallallahu alaihi wasallam, kohën e profetit alaihi salatu wassalam, të nxjerrë prej tyre mësime. Gjëja e parë, që patjetër besimtari nxjerr mësim nga këtë ngjarje është me i dhënë përparësi ahiretit ndaj dunjas. Shumë bukur Abu Darda në ka marrë atë kohë. Kalon të bukur në familjen e tij. Dhe inshallah ta fitonte xhenetin në punë tjetër. Por ai thoshte me çfarë kishte, çdo lloj mundësie që kishte, çdo lloj opsioni që kishte, ta fitonte xhenetin. Pra në çdo lloj pune kishte garues në to. E besimtari duhet që vazhdimisht të mendoj brend nga angazhimi i tij të ahiretit. Çfarë po bëj për botën tjetër? Në çfarë punë kam mundësi ta fitoj xhenetin, ta fitoj ahiretin? Po ashtu garimi që bën në shok të profetit sallallahu alaihi wasallam të mësimit. Nuk hezitoj. Pa më një herë çfarë mund të bëj që ti mund të ta fitoj këtë. Ta fitoj këtë palë në xhenet. Dhe pasurinë më të shmuar, me një herë të mbi. Patjetër që të tregon që ky sahab ta shoh profetin alaihi salatu wassalam kishin ambicie të larta, synime të mëdha, garonje për xhenetin e Allahut të lartësuar. Patjetër që Zoti i gjithësisë edhe nëse ne punojmë pak, Allahu i lartësuar shpërblen shumë. Edhe pse ai ishte plaçë të dunjas, kopës dunjarit, se fundja një ditë do shkatërrohet. Zoti i gjithësisë këmbit të saj shpërblen shumë. Allahu i lartësuar ti bën një gjë të vogël për Zotin e gjithësisë, Allahu i lartësuar shpërblen shumë. Dhe ne lexojmë namaz në akşam, men alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Pra ai njeri i cili jep për Allah një hua të mirë e Allah në lartësuar, t'ja shumë fishoj atë ati. Me shumë fish. Po ashtu vëllezër, Zoti i gjithësisë patjetër që nëse e do robën e tij, ja mëson atij që të bëjë punë të mira. Ja hap mendjen, ja hap rrugën. Edhe këtij sahabi, Zoti i gjithësisë ja deshi të mirat. Dhe është shenjë që Zoti i gjithësisë e do. Se për ndryshe nuk ja mësonte. Nuk ja shkipte atij mend. Që me njëherë të bënte këtë lloj këmbimi. Po Allah subhanahu wa taala pra atë që e do, ja mundëson që të bëj vepra të mira. Besimtari, patjetër që duhet me projekt. Për dynja me projekt me fitu ahiretin. E këtë sahabë janë shembulli më i mirë se si përpiqeshin për ta fituar ahiretin, botën tjetër xhenetin. Po ashtu, dhe pa edhe gruaja e mirë, bashkëshortja e mirë. Se po t'ishte grua shtrëngume, çfarë ke bëu thoshte? Ku pa qonë kopshtë një këto tjeri, me këtë përbahemi, por e pa që bashkëshortja e kishte ta meni, e kishte vendos për ahiret, edhe tha një tregti fitim pruese, besim të fortë, mbështetëse për bashkëshortin. Po ashtu, normal edhe bashkëshorti pra të nxjerrë mësim tani, që edhe nëse e sheh bashkëshortën pra që bën i punë të mirë, ne e mbështet. Me shon nxitës njëri tjetrit për më afru tek Allahu i lartësuar, Zotin e gjithësisë, i bëj dobishme të gjua. Allahu shpërblet.